Mirëmëngjesi dashurit e mia. Sot është një ditë e bukur, ndaj unë dua që ta nisim bashk dhe ta bëjmë edhe më të bukur. Hapat e duhur janë 3. E nisim me mirënjohje së pari. Unë jam mirënjohëse që sot jam zgjuar e shëndetshme. Jam zgjuar e bukur. Jam zgjuar kaq pozitive. Mundem të marrë frymë lirshëm. Mundem të flas gjërat që unë dua. Ta shoh botën se sa e mrekullueshme është dhe të dëgjoj meloditë më të bukura. Jam mirënjohëse për krevatin ku kam fjetur, për rrobat e bukura që vesh, për shtëpinë ku qëndroj, për telefonin që mbaj në dorë dhe mundem të komunikoj me njerëzit e dashur, për këmbët e mia, biçikletën apo makinën që më çojnë kudo që unë dua, të takoj kudo që unë dua e të bëj gjërat që unë dua. Jam mirënjohëse që jetoj në një botë kaq të bukur. Së dyti, falim. Falim të gjithë ata që na kanë lënduar, të gjithë njerëzit që na kanë shkënjyer. I falim dhe ju dhurojmë shumë dashuri. Kështu lehtësojmë veten tonë. Ti më lëndove, por unë jam shëruar. Ti më lëndove, por unë të kam falur. Lutem që ti të mos e bësh më me asnjë person tjetër. Të kam falur dhe të dhuroj shumë dashuri, paqe e dashuri. Bëu një njeri më i mirë. Falim sepse kështu lehtësojmë veten tonë. Largojmë urrejtjen dhe qetësojmë zemrën. Falja është dashuri. Çdo kush gabon, nuk jemi perfekt. Së treti, themi disa afirmime pozitive për veten tonë, të dua vetja ime. Je kaq e mrekullueshme. Je fantastike. Je një njeri i mirë. Je një njeri pozitiv. Je punëtore dhe e shkatët. Je e qeshur dhe e dashur. Ti vetja ime arrin gjithçka që ti do. Ke ëndra kaq të bukura dhe të gjitha po të realizohen. Nuk ke nevojë të lodhesh. Nuk ke nevojë të përpiqesh. Sepse çdo gjë që të përket ty po vjen drejt teje. Veç gjëra të mira po vjen drejt teje. Gjithçka që ti ke dëshiruar është tashmë e jotja. Mos harroni, ju mundeni të keni bërë plane për ditën tuaj, por asnjëherë nuk mund ta dini 100%, nuk mund ta parashikoni se çfarë do ndodhi në ditën tuaj. Sa shumë gjëra të mira dhe pozitive do ketë, sa aventura të bukura, sa njerëz të mrekullueshëm do të takoni.
Sa fantastike do jetë dita juaj. Kjo është dita juaj. Ky është muaji juaj. Ky është viti juaj. Ki besim. Çdo gjë e mirë po vjen drejt teje. Veç ki besim. Dhe nëse askush nuk të do, unë të dua. Ti e do veten. Dhe kaq mjafton. Je i vetë mjaftueshëm. Të duroj shumë dashuri. Të jemi përsëri bashk. Ndaj tani të kërkoj veç të buzëqeshësh, të marrësh frymë thellë, të ngrihesh, të pastrohesh, të zbukurohesh, të bësh ushtrime, të hash, të ushqehesh me gjëra të mira, të kujdesesh për veten, dhe të rikthehesh përsëri tek unë në një moment tjetër. Po për sot, shijoje këtë ditë, ditën tënde më të bukur. Të kam gjanë.